Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale, këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë. Miqtë e emisionit Med Plus, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Me lejoni që në fillim t'ju citoj një deklaratë të cilën e ka dhënë presidentja e Kosovës zonja Vjosa Osmani. Ajo ka thonë se Dr. Mentor Petrela është një ndër neurokirurgët më të mirë jo vetëm në hapësirën tonë, por në botë. Ajo është krenaria shqiptare kudo, ajo është jo vetëm mjeku ynë, po i gjithë botës. Është edhe ambasadori ynë më i mirë. Dr. Petrela na ka nderuar kudo në botë. Sot ne do ta nderojmë atë për të gjithë përmbajtërinë e tij shkencore, profesionale e mbi të gjitha humane. Këtë ka deklaruar për zonja Osmani, presidenti e vendit, me rastin e dekorimit me medaljen presidenciale të meritave mjekun e njohur profesor doktor Mentor Petrela. Sonte pra, besoj se e kuptuat se e kemi nderin që në emisionin Med Plus këtu në TV Syri Vision të kemi mysafir profesorin e nderuar doktor Mentor Petrela. Profesor, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në emision. Mirëmbrëma. Profesor, pacientët juve ju quajnë doktori mrekullive, ju shohin si perëndi, jeni të vlerësuar me atë shumë dekorata sot që me siguri as vetë nuk e dini sa. Por kur juve ju pyesin për këto, ju parapëlqeni më shumë të flisni për dështimet dhe jo për mrekullitë. Edhe pse thuhet se një mrekulli është me përkufizim për te aftësisë së shkencës për të shpjeguar, prandaj duhet të jetë edhe për te shkencës për të hedhur poshtë. Na tregoni pse ndodh kjo? Tash aty në shpjegimin që i bëhet ju ka shumë pyetje dhe për atë mund të kishim kalu shumë kohë duke u shpjegu. Por një gjë duhet me kuptu që pozicioni i mjekut ka qenë në të gjithë kohrat që nga lashësia një pozicion mund ta quash të privilegjum, por deri diku edhe jo shumë, si thosh, futet në një guas nga njëherë mjeku që kujton veten se është përmbi pacientin, ndërkohë që ai është një njerëz si gjithë pacientët. Dhe ky është një pozicion korruptiv që unë e urrej, me thënë drejtën. Nuk duhet. Duhet të jesh në lëkurën e tjetrit. Po s'qen në lëkurën e tjetrit, ai profesioni i mjekut është një profesion pastaj që nuk është ai që thot Marguerite Yourcenar në kujtimet e perandorit Adrian, thot që profesionin e mjekut do ta kisha ndërru dhe unë si në rolin e perandorit. Kështu që ajo që thatë ju, vlerësimi i presidentes Osmani është i vetmi vlerësim që kam unë nga kombi im. Nuk kam asnjë nga kombi im përveç nga presidenti e Kosovës. Kam nga bota, nga shumë, por nuk kam nga kombi im, kam vetëm nga presidenti Osmani. Të tjerët, ka arsye të tjera pse i kam refuzuar. A keni refuzuar? Atëherë, faleminderit për këtë privilegj, se më të vërtet jeni shumë të vlerësuar edhe këtë dekorat më të vërtet. Marrin njerëz të merituar si jeni edhe ju. Profesor, shpesh keni deklaruar, keni bisedu me të tjerët për një vepër të cilën një mik i juaj nga Anglia, se zgaboj, po ashtu neurokirurg me famë, e ka shkruar një libër për një libër të tij që quhet Mos bëni dëm, historitë e jetës, vdekjes dhe kirurgjisë së trurit. Në këtë rrëfim, në mënyrë specifike dhe të sinqertë, një nga neurokirurgët më të mirë anglez zbulon se çfarë është të lutë Zotin në situatat e jetës dhe vdekjes. Sipas mendimit juaj, do t'i përmendni edhe dikur më vonë se ju i keni mbi 17.000 intervenime? Po. Si është në të vërtetë të jesh një kirurg truri, të mbash jetën e dikujt në duart e tij, të dhëllohet, të prekësh në gjëra që krijojnë mendim
emocione, arsye. Si është ajo ndjenjë? Në fakt të shuash është indi ma nobel për trurin. Natyrisht është ai që na ka dallu nga specit e tjera. Ata që thanë megjithëse ato kanë emocione, kanë afeksione, kanë tjera, por nuk kanë arsyetimin. Por pastaj është një kirurgji që ka dalë nga nevoja e zhvillimit njerëzor. Natyrisht është një kirurgji e re, nuk është një kirurgji e vjetër shumë. Ka eksperiencat që nga inkasit e Egyptin e vjetër e gjithë, për këto kryesisht kanë qenë bërë si kirurgjiket njerëzit që vunin me probleme mendore, po jo neurologjike, po mendore, tek të cilët mendohesh se që zhdukja e këtyre bëheshte ose nëpërmjet magjistarëve ose nëpërmjet akteve, si për shembull ajo pikture atij Bruegelit të ri, që është heqja e gurit të budallëkut, me fjalë atje, por që këto kanë qenë. Pra, si kirurgji është kirurgji e re, domethënë është një kirurgji rreth 100 sa vjeçare, 150 vjeçare mund ta quajmë, në standardet e asaj që ne sot, duke trashëguar eksperjencat e asaj kohe, natyrisht kemi arritur aty ku duhet. Henry Marshi është një nga njerëzit ose një nga shkrimtarët neurokirurg që karakteristika e tij është që ai pranon të vërtetën ndaj pacientit, pra ka një ndershmëri që shpesh në kirurgji nuk është. Sepse zakonisht është edhe një ndjenjë alfa mashkullit në përgjithësi, se janë kirurg që duan të mburren edhe që natyrisht përgdhelin atë egon e tyre, po kjo nuk është e mirë, atë sensin, sepse nuk të bën të ekspozon më tepër ndaj rrezikut. Dhe rreziku është me pasojë për të smurin. Prandaj edhe ai e quan mos bëj dëm. Profesor, po nolëm akoma te miku juaj nga Anglia, ai po ashtu ju edhe përmendet diçka prej librit të tij, kur e kanë pyet pse keni përshkruar dështimet kur neurokirurgët ose edhe mjekët e kanë egon të pagabueshmit, ka thonë se kam dëshiruar që të jem sa më i sinqert, se vetëm një sinqert, në komunikim sinqert, që ose sinqert me pacientët dhe familjarët e tyre, fitohet besimi. Si është situata të ne, si përshkruani situatën të ne në këtë aspekt? Gjithmonë mjekësia nuk është një deg jashtë shoqërisë, është një deg që i takon humanizmit. Pra, si që janë shkencat humane, është edhe mjekësia, është pjesë, nuk është matematik mjekësia. Edhe kur bën zgjedhjen për të bërë mjek, nuk mund të futesh në degën që studion matematikën, se është tjetër gjë. Kështu që ai, thash, unë kam u bën me te gati mbi 15 vjet, gati që edhe kam përkthy ato librat e tij, pikërisht për të njohur komunitetin ton të mjekëve, por ai ka dalë jashtë mjekëve, sepse është në atë që quhet shkencë popullore. Pra prandaj është bërë libër bestseller ndërkombëtar, sepse ka pas një eko të madhe në njerëzit e zakonshëm. Për të kuptuar, si të thush, situatën edhe të pacientit, po për të kuptuar edhe si ndjehet mjeku me pacientin, kur pëson dështimin, kur pëson komplikacionin, kur pëson këtë, sepse suksesi është shumë i kollajshëm për t'u ekspozuar edhe për të, si thush, nga një herë është nga vaniteti, nga një herë është për të përgdhel atë që e ka normale njeriu, për të përgdhel atë egon e vet.
Por kjo nuk duhet kaloj kufirin si të thush që të bëhet e dëmshme për tjetrin. Kirurgi mirë është ai që din ku ndalon, jo ai që hecën përpara. S'është ashtu. E vërtet, e përmendëm profesor se ju I keni rreth ose mbi 17.000 intervenime neurokirurgjike në karrierën e juaj, cilën e vazhdoni akoma me sukses. Jeni të listuar 100 neurokirurg më të njohur, më të merituar nëse s'ka bëjnë nga Akademia Amerikane. Edhe po ne shohim profesorin Petrela tani. Ju keni kryer specializime të ndryshme edhe në Francë, që keni përqef altan sa kom kuptuar. Na tregoni që për me mri nivelet të larta sportit, besueshmërisë të pacientëve, familjarëve të tyre, popullatës, ndaj një neurokirurgut, edhe mandej edhe kolegëve, cila është ajo rruga që duhet për të kaluar? Rruga është rrugë që model kështu nuk mund të ketë model të përcaktuar. Modeli është që në modeli I Aristotelit. Spari duhet të jesh në një familje të mirë, familje të edukume, ka të bëj shumë ajo fëmiria, si eduku, edhe natyrisht pastaj janë faktorët e tjerë të si e ke atë si tush që përmblidhet në një IQ në këtë, dhe ajo që është më e rëndësishme që ambienti ku do të edukohesh, shkolla që do ndjekish. Pra, je prodhimi një shoqërie. Pastaj, mundësia që jepet sot një jetë, është në qoftë se ti krahas gjithë këtyre që ke nga familja, nga edukimi I familjes, që është baza, dhe shoqëria ku je, dhe në qoftë se ti shkon në edukim të mirë, në shkolla të mira, pastaj kjo është ajo, si thush, rezultantja e gjithë këtij ekuacioni që shpesh njerëzit e kërkojnë për fëmijët e tyre. Unë kam pas një mundësi të mirë, natyrisht kam vi nga prindër që ishin edukator, pra aristotelian, ishin mësues, dhe ajo që vi nga një klasë që psoi në kohën e komunizmit atë luftën e klasave, natyrisht, por që ndaj asaj klase unë kam shumë respekt, sepse kishin parime shumë të shëndetshme, ndaj parimet shoqërore, parimet patriotike, etj, që nga njëherë nuk I gjej sot. E kuptoj, profesor, për ku t'ju pyesin pyetjet të ngjashme se kjo që e bëra unë, ju asnjëherë nuk harroni ta përmendni mësuesin e juaj të parë. S'mundet asnjëherë. Unë mbaj mend edhe ato të, domethënë, mësuesit e parë të fillore si ishin. Që kam pas Zysh Havan, Zysh Andromaqin, Zysh Eleonorën, klasën e tretë, edhe të katërtën ka qenë kosovare, Afrodita Shala. Shumë. Profesor, mjekësia, besoj që pajtoj edhe ju, është një profesion mjaft I ngatruar, informacionet gjithnjë më të shpeshta, tash edhe inteligjenca artificiale, për ma keq, nuk e di për kultura tjera, për të ne edhe politika ndërhyn për të keq shpesh. Dhe më duhet ta përmendi një thënie të një ta quajnë mikut juaj që preferoni shumë edhe pse se keni takuar kurrë, ajo është Platoni. Ai ka thonë se ne nuk veprojmë drejt sepse jemi të shkëlqyer, në fakt ekselencën e arrim duke vepruar drejt. A pajtojni ju me këtë mendim dhe si mund të dallojmë të pa përkryen, se besoj që ka përkryer absolute, nga pa drejta në mjekësi, sidomos për mjekët të cilët
janë më të rrisë. Ai ka thënë të përkryer në të gjitha aspektet, nuk është vetëm tek mjekësia, natyrisht Platoni nuk është i padiskutueshëm në ato që ka thënë, veç tek shkrimi. Aty doli pak jashtë asaj, sepse tha që shkrimi, se natyrisht grekët ishin në transmetim moral, dhe ajo i bënte që ata të ishin të zhvilluar në teatr e në gjithë, dhe kur u shfaq shkrimi ai e pa me sy shumë të keq. Siç mund të thotë në njëri për inteligjencën artificiale të shti që mund të ashtu, dhe ai tha që ky tha nuk është fundi i botës. Por e ka pas shumë drejt ke rendi demokratik. Tha, nuk është ai rend që do të drejtoj botën mirë, është rendi aristokratik ai që drejton botën mirë. Kjo ishte mendimi i tij në këto, në të pagabueshme në këtë. Megjithatë, se si jemi në atë mjekësia, në sa i përket asaj që thatë ju të inteligjencës artificiale, është një zhvillim që do të ndihmojë shumë. Nuk do të rrezikohen si profesion, siç do të rrezikohen përkthyesit, sepse me inteligjencë artificiale besoj që përkthimet tash do të jenë perfekte. Por tek mjekësia nuk shoh do të ketë një ndihmë të madhe tek profesionistë e mjekësisë. Do t'i asistoj shumë edhe aty kur ata mund të jenë nuk mund ta them jo vigjil, po mund të them për shembull që të pavëmendshëm, se gjatë ditës nuk kemi të gjithë me 24 orë me të njëjtën vëmendje. Në një moment mund ndodhi që mund të jesh ashtu dhe mund të kesh për të marrë një vendim. Në sajt inteligjencës artificiale ti mund vish që të thosh, u prit do të thotë ajo se ki kujdes ke kjo. Sigurisht. Është ndihmë e madhe nëse din mi përdor. Po pra. Po që besoj që me zhvillimin që do të ketë në të ardhmen dhe shpresoj që rinia do ta kapi. Do të jetë kështu. Se nuk është vetëm për të bërë bisedën ChatGPT kotë, mund të bësh për shumë probleme dhe të t'japi përgjigjet e duhura. Sigurisht. Profesor, u përmendën dy filozofë. Kjo jashtë protokollit të misionit, po patjetër që më intereson mendimi juaj. Shkolla aristoteliane e thatë në fillim të misionit edhe u përmend Platoni. Tani nëse unë jam gabim, Aristoteli ka qenë nxënësi Platonit, mirë për kam pas edhe kundërthënie. Na tregoni ju si person i njohur që lexoni shumë, sa që nuk kemi kohë dhe folë gjithë ato vepra që keni lexuar, e shkruani shumë, cili është dallimi dhe a është më mirë ne si shoqëri shqiptare ta përkrojmë filozofinë Platonit, që ka qenë pak ma, ta quajmë, ma shpirtërore, mendoj unë, apo materialen Aristotelit. Ne nuk kemi në atë nivel shoqërie që të bëjmë zgjedhjet për çfarë. Ato të gjithë kanë vendin e vet. Kanë gjithë vendin e vet. Aristoteli me mendimin e tij, me atomin, me teatrin ka pas shumë. Ky në zhvillimin shoqëror e tjerë, të dy në zhvillimin shoqëror. Kështu që natyrisht si gjithmonë të mëdhejt kanë edhe kontradikta midis tyre, nuk janë se. Kështu që ajo është baza që duhet fut në shkolla për si mendim, po pastaj me kalimin e jetës ato vinë vetvetiu që të tërheqin. E kuptoj, për arsye të limiteve kohore dhe falenderoj edhe herë për kohën që keni gjetë, e di që një shumë zonën, edhe keni prezentimet këtu së shpejti në fakultetin e mjekësisë në dekanat, flasim pak për profesion. Si ndodhi që ju përgjedhët neurokirurgjinë, sa kom kuptu kanë qenë disa alternativa tjera para mjekësisë, dhe na tregoni pak më shumë çka bën cili është domeni i punës një neurokirurg. Tash zgjedhja rënja se
zgjedhja në mjekësi është çështje që njeriu influencohet nga dikush, merr një model. Dhe unë kam pas 2 modele në shtëpi, se natyrisht nuk mora model babën tim, se nuk ishte mjek. Më bënë një edukim, po kishte atë dëshirën e fshehtë që më orientonte nga dalë që shif mjekësia e këto. Po jo për të qenë imponues. Kjo është një, se nuk duhet që prindin përgjithësi të imponohet fëmijës në atje, sepse nuk e harron kurrë nëse futet në një rrugë gabume. Është në të psikologjinë e fëmijëve. Por ajo që du të them në atje, pastaj janë disa koincidenca të rastit që vjen në neurochirurgji. Aty ka qenë ai shefi im, Xhelal Kurti, I cili nguli kam kur në atë kohë që unë isha në një nga këto që bëshin në pastrimet biografike që bëshin në moqën nga Tirana. Gjitha ai më kërkoi dhe tha, nëse do të vish, bëhesh në neurochirurgji. Por mu ishte një dalje e vetme. Në atë kohë ishit në Burrel? Në Burrel, po. Ishte një dalje e vetme. Natyrisht që ishte afër neurologjisë, unë kisha bërë neurologji, kisha studiuar neurologji. Por ama nuk kisha arrit atë stadin e asaj. Dhe ky u tregu mjaft këmbgulës. Që, si me thënë, më rregullojnë çik letrat e biografisë. Sa shumë ka qenë. Ishte kusht për... Po, ishte parakushte ndryshe dhe ajo pastaj qenë disa kondita të tjera që më dhanë mundësia, aty ku më dhanë mundësia pastaj, u mundova që të kem atë. E kuptoj. Profesori ju punoni nëse të gaboj në Spitalin Amerikan numër 3 në Tiranë? Po, aktualisht. Mbas para 2 vjetësh kam ikë nga... Jam tërheq për arsye sepse janë disa limite që nuk desha me vu në vështirësi administratën, pavarësisht nga i herë, do më thonë, ata që... Po ka disa gjëra që pastaj kupton që i bëhesh pengesë, jo për veten time, po mund t'i bëhesh aty për të marrë masa administrative për tjerët, se thonë pse le atë, pse s'm le mua. Edhe duke kuptuar këtë, thash sa t'i vej ata që janë dashamirës në pozita të vështira, duhet me kuptuar njeriu pastaj. Dhe kam ikë me dorëheqje, domethënë që s'para bën shumë vaki në mjekësi me ikë me dorëheqje. E vërtet. Profesor, dhe faqet të spitalit përshkrua se do thotë në neurochirurgji zhvillohen afërsisht 500 procedura intervenimi çdo vit. Po. Mos harrojmë se ju jeni shumë të preferuar edhe nga pacientët prej Kosovës. Këtë dim, doktor, edhe nëse mohani ju, unë i thash se faktet janë kokëforta dhe e di që ju jeni shumë të kërkuar edhe prej kosovarëve. Deshta pak klinik me bisedu se çfarë shërbime ofrohen në ta qyj raportin e neurochirurgjisë në Spitalin Amerikan, disa të dhëna të reja lidhur me përdorimin e dhomave hibride e konkultuese apo biplan, dhomat e operacionit. Deshta me një pyet në çfarë raste aplikohen apo kur përdoren këto dhoma, cilat janë avantazhet e një dhome të tillë. Tash, përsa i përket atyre numrave të operacion, ato janë për arsye sepse ekipi që kemi ne aty në Spitalin Amerikan kanë, do të thënë, i plotson të gjithë, si thush, gamën e operacioneve, duke bërë ato që janë mini-invazive. Përveç, do të thënë, në rrezatimi të veçantë, si që janë Gamma Knife, X-Knife, ose ZAP, që janë teknologjitë e reja. Ato kryen po ashtu? Jo, vetëm ato nuk kryen. Pra kryen rrezatimet, po jo këto që janë Gamma Knife, ZAP dhe CyberKnife. Këto treja nuk bëhen, janë ato që quhen rrezatimet në 2 centim. Përsa i përket operacioneve që vinë, janë zakonisht raste të vështira, raste që kanë nevojë për ekspertizë të gjatë. Për shembull,
është një lloj anomalie në gjakut që mund të vijë 1 në 1,5 milion, 1 në 2 milion në vit. Natyrisht që ato operoj si rast që vjen nga Kosova, si rast që vjen nga Shqipëria. Unë i operoj sepse kam bërë eksperiencën. Edhe natyrisht që kur të bësh në, si më thënë, 60 raste, i thonë 30 vjet punë. 30 vjet eksperiencë në atë. Natyrisht që do vi një kohë që do të vi një dikush që të marrë atë stafetën, merret vesh ajo. Por gjithsesi, kur e ke eksperiencën dhe e ke, nuk mund t'ja refuzosh dikujt. Atë eksperiencë i ke. Sepse pastaj bësh edhe kështu, se më ndodh më shumë që vjen nga Tirana, ikën në Athinë dhe i shkon i thonë ai Athinës, jo thot në shko të ta bësh se ke atje në Tiranë. Për shembull, se ka ndodhur, nuk është edhe jo se ka ndodhur para 10 vjetësh, por ka ndodhur dje par dje, si më thënë. Ik se ke atje. Për shembull, se shkon në Gjermani, për shembull, atje dhe ai thot për këtë thot unë nuk ta marr për sipër. Si ishte një, për shembull, i fundit që ishte nga Durrësi me atë, unë nuk ta marr për sipër, ik se ke filanin që ka eksperiencë, se është punë që kishe bën numrat. Do të jesh kirurgun që ka bën numrat. Unë nuk ta marr për sipër. Kështu që në këto raste janë që vinë edhe nga Kosova, që vinë edhe nga Maqedonia, që vinë edhe nga Shqipëria edhe nga Malizi. Pra këto që bëjnë, sepse edhe kam edhe teknologjinë edhe grupin e këtyre që quhen intervencionistëve, ato që përmendët ju, që janë sallat hibride, ne nuk e kemi sallën hibride, po e kemi, do të thënë, hibride që na ndan vetëm një korridor. Nuk i kemi brenda një salle. E kuptoj. Profesor, në disa operacionet për të cilët janë shumë të rëndësishme të diskutojmë me ju, janë me interes edhe për mjekët, po sidomos për publikun. Janë disa operacione që quhet operacione me pacient të zgjuar, të cilët ju ka kohë që i aplikoni. Na tregoni diçka më shumë, çka nënkupton me pacient të zgjuar dhe kur bën këto? Kjo është një kirurgji që unë e kam i shtyr nga ai që ishte pioneri, që është ky neurokirurgu anglez, Henry Marsh, miku im. Ai ka qenë nga pionerët e kirurgjisë zgjuar në. Pra është një kirurgji që bëhet me një anestezi lokale, i smuri nuk ndjen ashtu, por trurin përgjithësi nuk dhem lëkura, dhem kocka, dhem ajo cipa që mbështjell trurin. Po truri vetë si organ nuk dhem. Dhe duke ditë këtë në fiziologjinë, në disa operacione që janë në zonat që themi ku komandohet dora, këmba, shikimi e gjitha, ndodh që ajo patologjia ose smundja tjetë pikërisht në afërsitë këtyre rrugëve. Dhe duke qenë në afërsitë këtyre rrugëve, je i detyruar që ti respektosh këto rrugë. Sepse ndryshe do ta nxjerrësh pacientin me paraliza, me humbje të shikimit e tjera të tjera. Natyrisht ne kemi në sajt sot teknologjisë të rezonancës, ne i dim këto rrugë ku janë. I dim dhe kur i shohim në bazë të asaj rezonance, pse jo të përdorish kirurgjinë zgjuar kur ti komunikon me pacientin. Për shembull, nëse ai e ka tumorin në anën në anën e majt, këtu ku mund të jetë që mund edhe të ketë edhe qendrën e folurit, ti do ta heqish për shembull atë. Ndërkohë që ti e kontrollon dorën. Ti vepron dhe komunikon me pacientin dhe i thu lëvizë dorën ose më thuaj një fjalë. Numëro 1 2 3 4 5. Janë rëndësishëm bashkëpunimi. Natyrisht. Dhe ne ashtu respektojmë gjithë pjesën e asaj që është, si thua, në periferi ose në pjesët e anshme të patologjisë, që mund të jetë një tumor, mund të jetë një lëmshë në gjaku e tjera.
Dhe këtë teknologji unë e trashëgova nga nga Henry Marsh, i cili për hir të vërtetës, pasi e kishim fillu, kur deshte New York Times bënte një reportazh për veten e vet, kontaktoi këtë që ishte pioner, dhe ai bani një gest shumë të mirë ndaj nesh, se na bëni të njohur si Shqipëri, se ju dini sa është dimensioni i shqiptarëve në botë. Tha që unë këtë nuk do ta bëj në spitalin St. George në Londër, por do ta bëj tek miku im në Tiranë. Edhe për unë New York Times në Tiranë, dhe kemi dalë ne në faqet parë të New York Timesit, me fotot edhe me operacionin të kryem në atje. Shumë mirë. E kom pa këtë publikim dhe këtë revistë. Profesor, vitin 2022, drejtori i atërshëm i klinikës neurokirurgjisë në QKUK ka deklaruar se për herë të parë është kryer operacioni i largimit të tumorit të hipofizës për publikun gjatën hormonale në tru nëpërmjet rrugës nazale me qasje transfenoidale. Nga një ekip i përbërë nga neurokirurgë nga Tirana dhe Prishtina, i udhëhequr nga profesor Petrela. Na tregoni pak si është kjo teknikë? Është teknika e endoskopisë. Është një teknikë që fatmirësisht unë kam qenë në një shkollë të mirë, ku kjo ka rimar, se ka qenë një rrugë që është bërë nga një neurokirurg amerikan shumë herët, pastaj u abandonu për arsye sepse pati shumë ndërlikime dhe u rimor nga francezët nga vitet 70. Pastaj me përmirësimet e endoskopëve që u përdoren shumë në urologji, i morën neurokirurgët dhe ai që ishte shoku im i specializimit në Francë, ishte ai që e zhvilloi në maksimum. Dhe unë nga i mësova këtë, domethënë, teknikën e kësaj dhe e kemi fut në 2006, më përpara biles, e kemi fillu në Tiranë, e kemi zhvillu e gjitha dhe natyrisht është ju në pjesë të në QKUK derisa u kristalizu në gjërat që morën formë, shërbimet, tamam të shi që kanë arritë shërbime universitare, nësa edhe të një vullnetit mirë të ekipit këtu, erdhëm me ato pak mjete që duheshin, se s'na u desh se ishin mjetet këtu, një pjesë. Dhe u kry një ajo rrugë që është me rrugë, që është rrugë rutinë të shi. Ata i kanë marrë mjetet gjitha dhe ekipi këtu është performant në atë drejtim. Do thotë edhe kryen edhe të ne. Po, kryen. Ne kanë ecë në hapin e kohës. Për mje shumë mirë. Flasim pak për radiokirurgjinë stereotaktike, profesor, kur përdoret, si është procedura? Radiokirurgjia stereotaktike ka gjetë një përdorim si në tumoret, si në metastazët, si në smundjet tjera të enëve të gjakut, e tjerë. Thash kryet me ato teknika që thash që janë 3 pajisje që i kryejnë shumë mirë, që siç është gamma knife, cyber knife dhe zap, teknika e fundit. Që për fat ne s'kemi arrit që ti kemi. Për fat jo të mirë, sepse janë investimet rënda dhe në kohë kanë mirëmajtje, kanë punë tjera që do të kërkoj mbase që të ketë një bashkëpunim më të mirë në nivel kombëtar, që ta vendosim që mbase mund të jetë në Prishtinë, ku të vinë smurët nga Tirana, mbase mund të vinë në Tiranë, ku të vinë smurët nga Prishtina, që të mos bëhet një investim në 2 vende. Në një kombi në dy qendra. Në 2 qendra, sigurisht. Jemi ka fundit, me siguri edhe jemi bindur që publiku do të intereson mendimi ju lidhur me prognozën e mjekimit ose shërimit eventual të kancerëve të trurit, sidomos krahasimi me tazem 10-15 vjet më përpara. A kemi përparuar ne si shoqëri, si mjekësi,
kudo, do të thotë në botë, po edhe ne si miksi shqiptare. Ne, me thënë drejtën, janë ndjek ato etapat e zhvillimit. Mbetet në problem një lloj tumori shumë agresiv i trurit që quhet glioblastoma. Që aty jemi pothuajse në vend numro. Me gjithë përpjekjet. Ka një evolucion shumë të mirë në drejtim të informacioneve që kemi marrë nga biologjia molekulare tash dhe në drejtim të disa tumoreve me rritje të ngadalshme të trurit. Biologjia molekulare, pra, kemi kalu nga stadi i histopatologjisë në stadin e biologjisë molekulare, e cila po na jep sjelljen ose me kuptu më mirë sjelljen, ose më mirë me kuptu kur është e efektshme kimioterapia dhe kur është e efektshme imunoterapia. Gjitha kuptoni te kanceret një nga zbulimet, jo zbulimet, po mund ta them një nga konstatimet, se nuk është një zbulim shumë i madh, por një konstatim u kuptu që janë çështjet të imunitetit. Domethënë është imuniteti i njeriut një faktor që favorizon pse kanceri të shfaqet tek një nuk shfaqet te ide. Natyrisht që gjithë ato onkogjenët i kemi, siç jemi kështu, kemi edhe gjithë genet e kancerit, i kemi gjithë. Gjithë. Po pse zhvillohet kanceri tek një dhe pse nuk zhvillohet te tjetri, pra është faktori i ambientit dhe faktoret i imunitetit që lëviz kanë shumë, thonë. Dhe kjo e ka bërë tash që një pjesë e mirë e kancerve janë të shërushëm tash në sajt të këtyre imunoterapive. Dhe thohet një premtim i dhënë nga këto drejtorët që janë të National, që kanë në Amerikë, që është instituti që është i Health, ata që merren në prognozën thonë që do të besojmë që do të arrijmë drejt viteve 50, do të arrijmë që ta fusim në smundje kronike. Me këtë teknologjinë oren teknologjinë. Apo edhe tjera. Nuk e përmend të gjitha, po duke pa mënyrën se si po zhvillohen, sepse gjithmonë ta dini mjekësia varet shumë nga shpikjet e gjeniut. Dhe shpiket, si u shpik ai që bëri skanerin i pari, Hounsfield, i 1971. Ai mori vetëm një gjë të thjeshtë. Ne kishim mbet në konceptin e röntgenit. Vej një burim rrezësh X, fute kokën ti dhe vej një plak. Përçonte rrezja X edhe plaka e regjistron, e vente. Edhe dilte film. Grafia, që themi ne. Kjo ishte koncepti i röntgenit, 150 vjet përpara. Çfarë bëni Hounsfield? Që fund ishte një inxhinier që po punonte në një industri diskjesh, ajo që është e famshme, EMI, që quhet EMI. Ai duke nejtë aty në zyrë, e tha, këta pse vejnë, tha, unë tha, po shoh tha densitetin, tha. Këtë rrezë që kalon, se ne atëherë shifshim vetëm kockën, se është densiteti i kockës vetëm. Ai tha, kjo rrezë që kalon, unë po e marr densitetin, sa e ka lëkurën, sa e ka kocka, sa e ka truri, po i marr këto densitete në krahun tjetër, nuk po vej film, po vej një kolektor informacioni, dhe këto të dhëna po i përpunoj një kompjuter. Dhe në bazë këtij kompjuteri, unë mund të përpunoj një tru të ri, një imazh. Pra në vend që të merreshe një film, ai futi kompjuter, përpunoi dhe nxori CT skanerin, që është revolucion. Është spitali ku ka punuar Henry Marshi. Atkinson Marley, ai ka qenë i parë. Kështu që
Mbas asaj u zhvillu rezonanca dhe gjithë këto sollën një ndryshim të madh. Pastaj është biologjia molekulare që ka hedhë shumë. Po janë të gjitha që varen nga zbulimet e gjeniut. Ne bëjmë punimet tona, në studimet, por nëse vjen një mjet, për shembull, premtues është kjo, inteligjencë artificiale shumë. E kuptoj. Profesor, shumë faleminderit. Jemi pothuajse në fund një pyetje e cila s'ka lidhje me mjeksi, po për mua shumë interesant ka qenë kur kam lexuar në një intervistë për thesarin kombëtar të mërgatës shqiptare që votohet nga shoqata e shkrimtarëve dhe artistëve shqiptar, Papa Klementi XI Albani, në Soveti keni deklaruar se shqiptarët e Kosovës janë më atë dhe dashës. Pse po ndoni kështu? Janë, nuk e kam ndryshu. Dhe do t'ju jap një shembull. Mas trektatit të Shën Stefanit, të famshmit e të tmerrshmit që na coptoi. Më thoni, ku shkoi Abdyl Frashi? Aty e keni përgjigjen. E kuptoj. Shumë faleminderit për gjithë këto informata, por unë gjithmonë, profesor, në fund e rezervoj drejtën për një pyetje personale. E që ka të lidhje me një lidhje familjes juaj me Gjakov. Si? Abdurrahman Buza është piktor i njohur që quhet piktori i shpirtit shqiptar i lindur në Shkup në një familje gjakovore. Na tregoni lidhjen e juaj, familjes juaj me profesorin, me piktorin e madh. Me profesorin i madh kishte hobi pikturën, ishte mësues letërsie, kishte studiu për letërsie, gjithë dhe kishte dy hobi, binte violinës dhe pikturën. Që kishte mësuar me violinën e kishte mësuar me profesorin Araqin dhe pikturën e kishte mësuar me Abdurrahim Buzën. E kjo është lidhja që kam unë me atë. Edhe kam një pikturë nga i biri në shtëpi, që ma ka bërë dhuratë. Për fakt se ai ka lënë 500 piktura në vaj, 10.000 skica. Profesor, edhe më të vërtetë, tani krejt në fund, po mos t'i mbesim Borx Platonit, i cili ka thënë, vdekja nuk është më e keqja që mund t'u ndodh burrave. Çka mendoni? Çka është më e keqe se kaq? Tash ti nisem me atë, ka një histori të këtat malësisë Dukagjinit. Që kur vinë këta të Turgut Pashës, që banë ato masakrat atëherë, e kapën njanin që ishte kundërshtar, që kështë luftuar gjitha. Edhe tha tash i tha, merreni tha dhe varni. Kur po i vishin aty që po i veshin litarin, i thanë, Ornik, i thanë. Tha, i tha, pyeteni që i tha, ka pa ma keq së të shia? Se i këshin varë një dy tjera të përpara. Ka pa ma keq, tha? I tha, Nika tha, po besa tha, kam pa tha, kur më ka ardhë tjetër, e s'kam pas gjatë qa me i qitë me hangër. Profesor, shumë faleminderit, ndjerë kënaqësi. Unë me kaq kisha përfunduar misionin, shpresoj që do të na jepet rasti dhe privilegji prap me mu taku. Shpresoj të kem atë pritshmërinë tuaj edhe atë që ju do të transmetoni tek dëgjuesit juaj. Padyshim. Ta kem arritur me. Padyshim, profesor. Miqtë mi, kështu foli profesor doktor Mentor Petrela, unë nuk kam çka të shtoj më shumë. Kaq kishim për sonte, bashkë, mirupafshim. Med Plus, çdo të enjte me fillim nga ora 20. Ju sjell informata, tema aktuale,
këshilla e çdo gjë tjetër nga fusha e shëndetësisë. Med Plus me doktor Hektor Binishi për te mjekësisë.